Drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun e Dibrës, Xhelal Mziu, ka reaguar pas akuzave të policisë se bashkë me nipin e tij ka dhunuar një zyrtar lokal në Ostren të Bulqizës pas një takimi elektoral. Në një deklaratë publike, Mziu mohoi përfshirjen në ndonjë incident të tillë, duke e cilësuar ngjarjen si një skenim të organizuar nga përfaqësues të Partisë Socialiste dhe duke akuzuar strukturat shtetërore për intimidim ndaj qytetarëve dhe manipulim të fakteve. Ai ka bërë thirrje paktën iniciative të menjëhershme dhe të sekuestrojë pamjet filmike të zonës. Nisur nga deklaratat politike të policisë së qarkut të Dibrës lidhur me ngjarjen e ndodhur dje në Ostren të Bulqizës, sqarojmë se situata ka qenë totalisht ndryshe nga çfarë deklaron policia. Së pari, dua të them që në çdo takim që kam realizuar në qarkun e Dibrës, strukturat lokale të Partisë Socialiste, me kryetar njësish administrative, punonjës të ndihmës ekonomike, përfaqësues të strukturave të arsimit, shëndetësisë, policisë e të tjerë, vazhdimisht kanë intimiduar dhe kërcënuar qytetarët që të mos vinë në takimet tona apo të largohen teksa i pikasin në këto takime. Janë me dhjetra e qytetarë të kësaj që jo vetëm si kandidati i opozitës, por edhe si deputet, më kanë shprehur këto shqetësime. To sjellje arrogante dhe kriminale të zyrtarëve dhe përfaqësuesve të Partisë Socialiste u shtuan edhe më shumë ditët e fundit në takimet e realizuara dje në Trebisht në orën 9 dhe akoma më keq në Ostren në orën 11:30. Në takimin e Ostrenit, në mënyrë demonstrative, punonjësi i ndihmës ekonomike në bashkinë Bulqiz po intimidonte pjesëmarrësit, ku një pjesë u larguan pas këtyre kërcënimeve dhe një pjesë tjetër shprehën shqetësimin për heqjen e ndihmës ekonomike. Pas shqetësimit që ngritën vetë banor të kësaj zone, kam komunikuar me personin në fjalë që rrinte përpara vendit të takimit dhe i kam kërkuar të mos intimidojë qytetarët e aq më tepër të mos përdor pozicionin e punës për shantazhimin e qytetarëve me heqjen e ndihmës ekonomike në rast të mbështetjes dhe votimit për Partinë Demokratike. Madje e kam paralajmëruar se për veprimet e tij të paligjshme do ta kallëzojnë në prokurori. Pas paralajmërimit për denoncimin e tij, personi në fjalë ka komunikuar me përfaqësues të Partisë Socialiste dhe kandidatin e kësaj force, të cilët ndodheshin pak metra më larg, çka konfirmon se e gjitha ishte inskenuar dhe organizuar për të shantazhuar qytetarët. Në pak minuta para vendit ku mbaj takimi përfaqësuesve të opozitës, kanë bërritur Jeton Dani, babai i kandidatit të PS-s dhe mbështetës të tij, e kanë ushtruar dhunë barbare ndaj kryetarit të forumit të PD-s Bulqiz. Për të shuar konfliktin, ka ndërhyrë kryetari i PD Bulqiz, avokat Shaqir Manjani, të cilin e kanë goditur pas shpine. Sjellja e policisë ngre dyshimet se ka djeni apo në mos të jetë edhe e përfshirë në këtë ngjarje, pasi jo vetëm që manipuloi ngjarjen dhe shpërndau një informacion të rrem, por ka refuzuar që të parë denoncimin e drejtuesve të PD-s Bulqiz. I bëjmë thirrje pak të sekuestrojë pamjet e kamerave në zonë dhe tetoj ngjarjen ku janë dhunuar kryetari dhe përfaqësues të PD Bulqiz. Bërja pale policisë në ngjarjen kriminale të goditjes së opozitës shtohet edhe më shumë për faktin se drejtori i policisë së Dibrës ka lidhje familjare me Jeton Danin, babai i kandidatit të Partisë Socialiste. I bëjmë thirrje punonjësve të bashkive dhe policisë që të mos intimidojnë dhe kërcënojnë qytetarët. Sigurojmë qytetarët e Bulqizës dhe të gjithë Dibrës se këto manipulime të Partisë Socialiste dhe Policisë së Shtetit nuk do të na trembin, shkruan Mziu në postimin e tij.